Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Pagjumësia është një çrregullim gjumi ku njerëzit kanë probleme me gjumin. Ata mund të kenë vështirësi të bien në gjumë ose të qëndrojnë në gjumë për aq kohë sa dëshirojnë. Pagjumësia zakonisht pasohet nga përgjumja gjatë ditës. Energjia e ulët, nervozizmi dhe humori depresiv mund të rezultojë me një rrezik të shtuar të aksidenteve të gjitha llojeve, si dhe probleme të fokusimit dhe të mësuarit. Pagjumësia mund të jetë afat shkurtër që zgjat me ditë ose javë, ose afat gjatë që zgjat më shumë se një muaj. Koncepti i fjalës pagjumësi ka dy mundësi: rregullimi i pagjumësisë dhe simptomat e pagjumësisë, dhe shumë abstrakte të provave të rastësishme të kontrolluara dhe rishikimeve sistematike. Pagjumësia jo vetëm ndikon në nivelin tuaj të energjisë, por ndikon në shëndetin, marrëdhëniet, performancën e punës dhe cilësinë e jetës. Pra, tema e këtij emisioni do të jetë pagjumësia, për çka do të bisedoj me doktor Jusuf Ulajn, specialist i neuropsikiatrisë dhe psikoterapeut. Doktor Ulajn, mirë se erdhët në emisionin Stetoskop. Mirë se ju gjeta. Pra, dëgjuat temën që jemi përcaktuar të flasim, është një problem që i mundon një numër bukur të madh të njerëzve. Për fillim, mund të na thoni diçka se ç'është pagjumësia? Një prej simptomeve, mos them më të shpeshta të njerëzve që kërkojnë ndihmë te unë është pagjumësia. Pra, është një prej simptomave, nganjëherë ndër të parat që një njeri fillon të interesohet për të kërkuar ndihmën mjekësore. Pagjumësia është një problem mjaft serioz i shëndetit mendor, ku njeriu personi ka vështirësi me hyrje në gjumë, ka zgjime të shpeshta gjatë natës apo zgjohet herët në mëngjes. Këto janë ato tri kryesore si specifika, përndryshe ka edhe çrregullime tjera të gjumit, siç janë ëndrat e tmerrshme, e çrregullime tjera më serioze, por këto janë ato kryesore për të cilat shumica atyre që kanë problem me pagjumësinë brengosen dhe kërkojnë ndihmë profesionale. Ky problem është mjaft i përhapur në nivelin global. Diku llogaritet se çdo i treti person ka në një farë forme gjatë jetës së tij ka pas një problem me gjumin, gjatë jetës së tij them. Ndërsa llogaritet diku 10 deri në 30% të njerëzve në nivel global që vujnë nga pagjumësia, varësisht nga vendet ku jetojnë, varësisht nga kultura të cilës i përkasin, varësisht nga jeta edhe standardi e mirëqenia në të cilën ata jetojnë. Por si problem, si simptom, ne quajmë si simptomatologji e shëndetit mendor, është mjaft e përhapur. Gjumë, zakonisht, njerëzit kanë nevojë, gjumi është si domosdoshëm, për arsye se trurit, sistemit nervor qendror, truri që e dirigjon edhe trupin, i nevojitet pushim. Pra, një mesatare optimale për gjumin është diku 7 deri në 8 orë gjumë. Njerëzit që janë më të moshuar kanë nevojë edhe më pak për gjumin. Mirë po, ata të cilët kanë shëndet të mirë trupor, nëse në aspektin trupor janë të shëndetshëm, ata zakonisht edhe flajnë pak më tepër. Pra, kemi të moshuar që thotë rrin shumicën e kohës në gjumë, po ka shumë të tjerë, nëse kanë probleme shëndetësore trupore, ose na i themi somatike, atëherë për shkak të problemeve tjera, diagnozave tjera, kanë gjithmonë edhe gjumin e çrregulluar. Pra, llogaritet se njerëzit të cilët i kalojnë 60-tat, diku 50% prej tyre kanë probleme me gjumin. Pra, forma të ndryshme të çrregullimit si i përmenda në fillim. Po, doktor, cilët janë shkaktarët kryesorë të pagjumësisë? Shkaktarët kryesor fillojnë prej atyre që ne i quajmë si faktor stresogen ose faktor reaktiv. Për shembull, stresi në punë, një ngjarje jetësore, për shembull po e nxjerrim divorci ose humbja e vendit të punës, një humbje financiare, ekonomike, një situatë stresuese ose traumatike që mund të përjetohet në jetën e përditshme. Aksidenti, humbja antarit të familjes, humbja e dashurit, etj. Pra janë shumë faktorë të cilët mund të ndodhin edhe që
si një simptom kryesor është pagjumësia. Mund të jetë shembull për nxjerr një konflikt me një kolegë të punës ose një e papritur prej një njeriu që ti ke pas një besim në të, edhe ti për disa ditë të kesh problem me futje në gjuhë. Për arsye se posa shkon të shtrati më njëherë të kujtohet biseda që ke pas me atë person ose stresin që ta ka shkaktuar dikush prej të cilit ti nuk e ke pritur. Ose një konflikt me shefin punë ose etj. Pra, stresin punë kisha thënë situatat të cilat janë gati të përditshme apo jo. Po, për shembull stresin punë, sidomos kohët e fundit, themi, është një prej faktorëve kryesorë. Se jo vetëm tash që po flasim për gjumin, po edhe për probleme tjera më serioze. Edhe të shëndetit mendor, po edhe të smundjeve tjera trupore si diabeti, hipertensioni, zemra etj. Përpos kësaj që është një që zakonisht janë afat shkurtëra ose çrregullime që janë afat shkurtëra të gjumit, to që i përmenda. Kemi problemin atë grupin më të madh të smundjeve që i shkaktojnë pagjumësinë janë problemet e shëndetit mendor. Pa njerëzit që kanë probleme me shëndetin mendor, si është ankthi, si është depresioni, paniku, çrregullime tjera më serioze të personalitetit ose psikozat e ndryshme, depresionet madhore që ne i quajmë, edhe problemet e moshës, siç janë smundja Alzheimer e tjerë, do të thonë janë smundje ose çrregullime të cilat përcillen gjithmonë me një çrregullim të gjumit. Tjetra arsye shumë e shpeshtë është smundje tjera, që ne i quajmë smundje të trupit, njerëzit që kanë problem me sistemin endokrin ose me gjandrat, shumë e shpeshtë edhe që zakonisht kontrollohet shpesh gjandra tiroide, problemet me diabetin, që është një smundje shumë e përhapur në popullsi, pandaj problemet me hipertensionin, problemet kardiovaskulare të zemrës, problemet moderne me obezitetin, pra njerëzit që kanë peshë të madhe trupore, po ashtu kanë shpesh probleme me gjumin. Pra të gjitha ato çrregullime të një smundje serioze, kronike, trupore, mund të kenë edhe pagjumësinë si një simptom përcjellës i vazhdueshëm i kësaj problematike. Doktor, cilat janë simptomet që tregojnë se diçka s'është në rregull me gjumin, do të thotë kemi të bëjmë me pagjumësi? E para që personi i cili vuan prej pagjumësisë është ajo që thash se trurit njeriu i nevojitet pushimi. Pra 6-7-8 orë me pushu truri pas këtë aktiviteteve ditore, që ne themi dita është për aktivitete, nata është për gjumë. Pra nëse na natë nuk e bëjmë një gjumë të mirë, që truri me pushue, me u rimbush me energji për ditën e nesërme, atëherë një prej simptomave kryesore të pagjumësisë është lodhja gjatë ditës. Pra, njerëzit të cilët nuk e kanë bërë gjumin e dur, të nesërmen kanë lodhje, kanë plagështi, kanë mungesë fokusimi në punë, kanë rënje të efikasitetit në punë. Për shembull, pensojmë një shef mundet lirisht me pa punëtorin e vetë në punë, nëse i përcjell, ai që nuk e bën gjumin si duhet, për arsye të ndryshme, nuk është i fokusuar sa duhet, edhe nuk është, pra po them, i suksesshëm në punët të cilat kërkohen prej tij. Kjo është një prej simptomave kryesore, ndërsa nëse zgjat pagjumësia, atëherë paraqiten probleme, mos them diagnozat, amon të problemet e shëndetit mendor, si është depresioni, i pari që mund të paraqitet, se ti kur nuk je efektiv, kur nuk ke energji, kur s'ke fuqi, është një prej shenjave të futjes edhe ka depresioni, ose edhe probleme tjera që provokohen për shkak të pagjumësisë. Si janë varësisht prej moshës, varësisht prej kushteve të jetesës e tjera mund të paraqiten edhe probleme tjera, shembull pensojmë tensioni i lartë i gjakut, shumë probleme tjera shëndetësore. Doktor Ulaj, sa është rëndësishme që të kërkohet ndihmë mjekut profesionist kur ka probleme të tilla, dhe në bazë të përvojës tuaj, a vinë në kohën e dur pacientët kërkojnë ndihmë apo presin që gjendja t'ju përkeqësohet? E para që është dhe falenderoj për emisionin, se është besoj shumë njerëz që e ndëgjojnë dhe do të përfitojnë diçka. Shumë prej tyre kanë problem me gjumin ata ose anëtarët e tyre të ngushtë të familjes. Në momentin e parë që paraqitet problemi me gjumin, është një lloj i alarmit, si më thon vëllezërit, një dritë kuqe në atë person, në atë personalitet që diçka me të nuk është në rregull. Pra në momentin që paraqiten problemet me pagjumësinë, është mirë më një herë të kërkohet ndihma profesionale.
Pra, jo me njerë me arte psikiatri, shamu benzon që është ajo maja ku duhet me shku ka fundi, po fatmirësisht kena mundësi me shku të mjeku i praktikës përgjithshme, mjeku familjar, me u konsultu me një psikolog nëse është i ri e ka ndonjë konflikt, ka ndonjë problem, me fol me një psikolog më të afërmi ku e ka në vendin, regionin ku ai jeton, jo marr prej diku një fshati periferik atje në Dukaqin ose Ndërnice marr në Prishtinë, po me kthyer në regionin e vet me fol me mjekun familjar ose psikologun, fillimisht me diskutue se këtë çështje. Nëse ai i pari që bisedon me te, konstaton që ai njeri ka nevojë për të konsultuar me nivel më të lartë, ata normal që i referojnë. Por fillimisht çdo mjek është i trajnuar që në momentin e parë që ka problem me pagjumsinë me bën një kontroll rutinore të atij personi. A ka ndonjë problem shëndetësor trupor? Pa disa analiza rutinore laboratorike, një ekzaminim i tensionit, i mushkrive, do të thonë varësisht prej moshës, po e bën një far kontrolli me pa mos ai person ka ndonjë problem organik. Në qoftë se e përjashtojmë problemin organik, që është në rregull, atëherë janë punëtorë të shëndetit mendor. Pra është psikologu, dhe fatmirësisht na kemi gjithka nëpër Kosovë, janë mjek familjar gjithka të shpërndar. Mirë po kemi edhe nëpër gjithku nëpër regione kemi psikiatrë nëpër repartet të psikiatrisë në spitale regionale, edhe normal në Prishtinë ku është klinika e psikiatrisë, e shumë vende tjera ku njerëzit munden me shku lirisht edhe me kërku ndihmë varësisht prej dëshirës së tyre personale edhe mundësive normal që i ka. Cilat janë disa nga ekzaminimet që duhet bërë në rast se ka probleme të tilla një pacient që kërkon ndihmën tuaj? Fillimisht ajo që është kryesore dhe nëse i themi është 90% e diagnozës është intervista me personin që ka problem. Do të thotë anamneza. Anamneza që i themi ne. Përmes anamnezës një mjek me përvojë, një psikiatër mos diskutohet, parafërsisht e përcakton diagnozën. Në qoftë se ka dyshime që ai një person nuk ka asgjë që ne e quajmë stresuese ose ndikuese të jashtme, që vjen jashtë organizmit të tij, atëherë ne futemi i bëjmë disa ekzaminime. Thash, ekzaminimet laboratorike, një ekzaminim të punës së trurit që ne e quajmë EEG, apo mund të bëjmë edhe ndonjë imazheri të trurit, por gjithmonë fillimisht i përjashtojmë edhe problemet e sëmundjeve tjera të trupit. Kur krejt këto ekzaminime i bëjmë edhe të gjitha ne na dalin në rregull, atëre e kthym atë anën e psikiatrike ose të shëndetit mendor, a është problemi me depresionin, a është problemi me ndonjë situatë traumatike, tjera, të cilat ne i mësojmë ose i kuptojmë përmes një bisede të hapur, ku klienti e ka një besim të personi me të cilin flet, ku natyrisht hapet edhe bisedon haptas për problemet, për situatat, për streset, shpeshherë për të kaluarën, për femininë e hershme tjera, ku ndoshta asnjëherë në jetën e vet nuk ka fol për to. Pra, unë si psikoanalist them, si gjithmonë kjo e ka një arsye pak të mëhershme. Pra, si themi ne fara është mbjellur shumë herët, ndërsa tani një lulëzim ose një simptom i asaj fare të mbjellur që ka kriju një konflikt të brendshëm psiqik, manifestohet përmes të pagjumësisë. Tash kur him ma thellë, edhe diskutojmë e gjejmë se ku është problemi kryesor. Edhe bisedojmë rreth asaj situate, rreth asaj problematike, dhe kur personi në fjalë vetëdijsohet se me të vërtetë ose e lidh të tanishmën me historinë e vet, atëherë ne themi se edhe vetëdijsimi i tij për situatën që e ka shkaktuar është një formë edhe shërimi. Si bëhet shërimi i këtyre personave? Fillimisht ne i sugjerojmë njerëzit që kanë probleme me pagjumsinë që faktorët të cilët e kanë shkaktuar pagjumsinë në mujt me i larguar. Shembull për shembull, nëse është stresi në punë problemi kryesor, i bisedojmë me klientin sa i vet pastaj e gjen rrugën e vet që me menaxhu stresin më mirë në punë. Ose nëse ka konflikt me partnerin, ose ka konflikt me rrethin social e tjera, ne bisedojmë me ta për zgjidhjen e këtyre konfrontimeve ose këtyre problematikave. Kjo quhet ajo që quhet si psikoterapia. Pra përmes psikoterapisë ata edukohen
trajnohen për me menaxhu më mirë stresin. Për shembull, kjo është me qenë. Tjetra në trajtim është nëse ka ndonjë problem me ndonjë smundje trupore, si thash për ata që i kanë mbi 60, ku 50% prej tyre kanë probleme me gjumin, ne i themi se të jenë shumë më të kujdesshëm për trajtimin e smundjes të cilën e kanë. Nëse ka diabet, shembull, për shembull, me qenë shumë i kujdesshëm sa i përket trajtimit të diabetit. Ku është dieta, ku është ecja, ku është përmbajtja terapisë etj. Nëse ka hipertension, për shembull shumë kom njerëz me hipertension, po doktor s'on fjetë të natë, po më shtërën për më kryt. Ja këshur tensionin e ka tensionin, shembull e ka katastrofë. A pi barna, pa i herë i pi, herë si pi. Definitivisht i padisciplinuar. I padisciplinuar, pra ata njerëz duhet të mësohen që nëse kanë një problem, një smundje kronike, fjala kronike do me thonë që është smundje gjatë tërë jetës, ai duhet terapin për asë smundje me përdor tërë jetën. Nëse ka, pra po them, nëse ka hipertension, ai nuk guxon me ndërprej barna. Se nëse ndërprej barnat, atëre tensioni shkon lart. Kur shkon tensioni lart nuk ka gjumë. Pra, gjumi është pasojë e mos respektimit të këshillave të mjekut, kardiologut në këtë rast, e pastaj gjumi normal që nuk flen mirë, ose zakonisht i del gjumi herët në mëngjes, kur kanë tensionin, se në mëngjes dhe tensioni ngritet, për shkak të kortizolit e tjerë, edhe ata pastaj zgjohen në ora 4-5 mëngjesit, me shtrëngime në kokë, mrapa të lodhur e tjerë. Kur e kthyer tensionin ka shku shumë lart. Po duhet të thonë që e mora tensionin, po edhe probleme tjera që janë trupore. Smundjet kronike duhet të trajtohen sipas këshillave të mjekut. Edhe një herë përgjithmonë ta dinë, vetë disohet që nuk bën me ndërprer terapia. Po kjo është shumë e rëndësishme. Tjetra që është shumë e rëndësishme është që të kemi kujdes me higjienën e gjumit. Ajo ne kupton që njerëzit është shumë e rëndësishme që me shku me kohën gjum. Me orar. Me orar. Po duhet të respektohet orari i gjumit. Rregullisht të shkohet, unë e them, ka njerëz që duhet me shku 5:12, kjo nuk do thotë me 5:12 fiks, por me shku para 12 me shku në gjum. Sigurisht. E jo me lënë pas 12. Si tash është bën një farë lloj trendi, sidomos te rinia, rrin natën, flen ditën, po. Që është shumë keq. Përpos nëse ka një zor të madh, nëse punon në turnin e natës ose nëse punojnë këta që punojnë outsources në Amerikë etj, ata kanë një arsyetim për shkak të punës. Po në atë rast gjumi atë rregullohet se ata zakonisht e kanë orarin e natës që punojnë, pastaj e zgjatin ditën. Edhe kështu kur mbledhet në mënyrë përmbledhëse i bojnë 7 orë gjumë, 6, 7, 8, që është prapë në rregull, po kjo është për shkak të punës, domethënë që e ka si detyrim me bë. Mirë, po në përgjithësi nata rekomandohet për gjumë, dita për aktivitete. Pra, para 12 duhet më shkon gjumë. Gjithmonë. Edhe është mirë me respektu një orar. Nëse rregullisht shkon, po supozojna, edhe flan prej orës 11, e çohesh në ora 6 ose 7, janë 7-8 orë gjumë që është optimale e mjaftueshme për secilin njeri. Tash edhe tu mund me thonë diçka, si nevojat për gjumë janë shumë individuale. Shamu ka njerëz që gjeni të botës që s'kan të jetë më shumë se 4 orë plasor. Sigurisht po. Po çka kanë qenë të mjaftueshme për ta, po ata janë raste unike ose të veçanta. Pra varet shumë edhe sa njeriu ka nevojë. Disa njerëz kanë nevojë më shumë për gjumë. Nëse nuk ke njerëz plot njerëz nëse nuk i bëj doktor 8 orë pa ndërprerje nëse janë për kur gjon nesër. Po ke njerëz tjerë që i bëjnë 5 orë, 6 edhe mjaftueshëm. Edhe janë mjaftueshëm, janë pak më hiperaktiv, lexojnë më shumë, punojnë më shumë, janë më të energjizuar, si them. Mirë po është diçka e cila koha e shkurjes së gjumë edhe zgjimi duhet të respektohet. Është shumë e rëndësishme. Tjetra që nuk kisha rekomanduar njerëzve është mos me fjet gjatë ditës, edhe kjo është një farlodhe. Kthehem prej pune flej, 1 orë, 2 orë. Po ka numër të madh. Është keq kjo. Për arsye se që kjo dremitja. Edhe ajo është rregullon gjumin, a? Është rregullon. Edhe nëse bëhet, nuk duhet të letë vonë pas dite, edhe jo të zgjatë më shumë se 15 deri një gjysore, jo më tepër. Përndryshe pastaj mund të ndikoj në gjumë. Pra, me fjet ditën, natën pastaj ke probleme me fjet. Doktor Ulja, cilat janë disa nga komplikimet që mund t'i shkaktojë pagjumësia? Shumë komplikime ka prej tyre. I fola pak më herët, domethënë përpos që shkaktojnë probleme në aspektin psikologjik, e smundjet të shëndetit mendor që mund të avansohen ose kjo të jetë vetëm fillimi i një problemi të një smundje të sistemit nervor, e ngarkojnë shumë edhe trupin. Për arsye se mendja dhe trupi janë një. Në qoftë se ne me mendje nuk jemi në rregull, nuk jemi të balancuar,
emocionalisht, edhe nuk flen natën si duhet, atëherë natyrisht që ajo përmes sistemit imunologjik, përmes sistemit endokrin ose gjandrave, manifestohet edhe në sundje tjera të trupit. Shembull, gjandja tiroide, një problem shumë i shpeshtë, po është shumë i lidhur me këtë aspektin emocional që pagjumësia e shkakton. Pra, një problem të shëndetit mendor. Ose problemi pastaj me hipertensionit që lidhet me gjandrat mbiveshkore, edhe sisteme tjera të cilat ndërlidhen njëra me tjetrën, po edhe problemi me diabetin, po ashtu që lidhet me stresin. Edhe natyrisht sëmundjet kardiovaskulare, për shembull infarkti i zemrës, pa shumë lidhet me stresin se sa edhe me probleme tjera. Doktor, kemi hyrë minutat e fundit të misionit dhe ne në pjesën e fundit zakonisht flasim për parandalimin. Si mund parandalohen problemet që paraqiten me pagjumësi? E para kisha më thonë që ne quajmë higjiena ose higjiena e ka kuptimin e higjienës, por ne quajmë edhe higjienën për shëndetin mendor ose për kujdesje, ose kushtet që ne duhet t'i kemi parasysh për mos marrë dhe i problemi me pagjumësi. E para dhe kryesorja është që ta menaxhojna pak më mirë stresin edhe përditshmërinë të cilën ne jetojmë. E para dhe kryesorja. Zakonisht njerëzit që kanë këtë aftësi ose këtë shkatësi që ta menaxhojnë stresin më mirë, rrallë mund të kenë probleme me pagjumësinë. Përpos nëse është pak në pyetje edhe faktori i gjenetik, se është edhe një mund të jetë edhe gjenetike kjo pagjumësia. Pra menaxhimi i stresit është diçka shumë e rëndësishme. Tjetra që është shumë e rëndësishme është aktiviteti fizik. Ne për fat keq pak po i kushtojmë rëndësi aktivitetit fizik. Njerëzit pritojnë edhe me dalë me ecë shumë prej. Prap, një fat i mirë në që e shoh e kom përcjell sidomos pas luftës së kënej, njerëzit kanë filluar më tepër të vetëdijsohen për këtë rëndësinë e aktivitetit fizik. Pra, ecja në natyrë, shkuja nëpër salla sportive etj. Do të thonë njerëzit kanë filluar bajag i mirë që ta respektojnë këtë. Tjetra që është shumë e rëndësishme është ushqimi. Mos më thonë më të rëndësishme. Nuk bën që të hahen vaktet në orë mbrëmje. Vaktet sidomos ushqimet të rënda. Se ka plot njerëz që thonë pa hangër darkën s'mund me fjet, që janë shumë gabim. E para është gabim për shkak të gjumit, se ne në momentin që ne ham një ushqim sigurisht edhe gjumi të rënduar me karbohidrate, atëherë na e kemi fut lukthin e shkretë dhe traktin e tretë se kena shtim me punua. Natyrisht kur punojnë zorët e traktit digestiv, që është një prej sistemit të organeve shumë aktive dhe konsiderohet si truri i dytë i njeriut. Pra nëse aty ne ju qesim shumë punë me hapur ushqime të rënda, natyrisht që truni nuk nuk e lën me fjet. Edhe ai detyrohet me punu me tretë ushqime dhe nuk mundet me futen gjë. Pra është shumë e rëndësishme që dreka nuk hangët, por darka jo. Mundet krejt diçka e lehtë, mundet ndonjë pemë eventualisht, edhe kur të zgjedhen pemë, duhet të zgjedhen pemë të cilat kanë më shumë triptofan, edhe që janë pak më të shëndetshme. Nëse han diçka kështu. Çka rekomandohet? Për shembull në mbrëmje mund të merren një banane, mund të merret kivi, mund të merret në një lang i qershisë, pa sheqer natyrale. Mund të merren 3-4 harra, po ashtu janë shumë të mira në mbrëmje. Mund të merren edhe fara. Edhe ato janë si ushqime që janë si makrobiotike, e të cilat kanë triptofan. Nëse je dashamir i madh i mishit, atëherë mundesh me hangër gjelin e detit, i cili po ashtu ka triptofan apo peshku. Për shembull, nëse detyrohesh me hangër disa mundësia tash ekziston ato me hangër mish të kuq, e me marr veten qafa, mundesh me hangër një mish i cili është më i shëndetshëm edhe kur do me marr proteina. Pa shumë e rëndësi ushqimet. Tjetra çka mundem me pinë mbrëmje është çaji kamomil. Kupton është po ashtu është dikon pak preferohet po ashtu prej çajnave mbrëmje. Por nuk guxon me pi kafe që janë stimulative, nuk guxon me pi çaj të gjelbërt, nuk guxon me pi pije energjike, nuk guxon me marr alkool, po ashtu se e la me alkoolin. E të mos flasim për substanca tjera narkotike, të cilat natyrisht ta humbin gjumin. Po edhe këto pijet e gazuara, këto domethënë duhet të iken në orët e mbrëmjes, asesi të mos merret. Sigurisht kjo është edhe përfundje tjera, jo vetëm për pagjumësi. Tjetra që është po ashtu te kjo që thotë parandalimi është që të kemi kujdes dhomën e gjumit ku flen. Dhoma e gjumit mos jetë e pajisur me televizora, me ekrane etj.
Pra nuk rekomandohet televizorin e dhomë me gjumin. Për arsye se ekrani, për shkak të ngjyrës se katërt, edhe këto teknologji, këto smartphone, nuk rekomandohen të paktën një gjys dhe një orë para gjumit duhet lejen anash. Kjo nuk po ndodh të shumit, mos them të për fat keq edhe fëmijët. Te 90% e njerëzve, domethënë i shet ton kohën me smartphone në dorë, me ato e nal, edhe nëse e nal dritën, smartphone-in e ka, e i cili interferon në prodhimin e melatoninit. Se melatonina është përgjegjësia për gjumin. Pra është shumë keq që këto krejt ekranet që ekzistojnë të përdoren para gjumit. Pra dhe kjo është një prej ajo që duhet kemi si dhoma ku flen duhet ajroset para gjumit. Çele dritarja dhe tajroset pak dhoma e gjumit. Pastaj duhet të lëshohen perdet ose roletnat në mënyrë që dhoma ku flen të jetë e erësuar. Mos të ketë dritë, se drita ku del mëngjes ajo pastaj pengon edhe del ajo gjimi. Doktor, desha të bëj edhe një pyetje, na kanë thënë shpesh të dëgjojmë që njerëz thonë nuk më mori gjumi mbrëm dhe e përdorën një bari qetësues, që ka dëgjuar për dikoj që përdorin, gjendja ishte pak më mira, preferohet kështu veprohet apo kjo duhet bëhet vetëm në konsult me mjekun? Fillimisht ajo që kisha thonë që lejohet është me shku edhe në barnatore, me marrë një valeriana ose një melatonin që janë natyrale, edhe me provue mos po rregullohet gjumi. Po kjo mundet me zgjat edhe 2 javë, jo më tepër. Ose kur ne që shkojna shamu penzon në zona ku diferenca kohore është e madhe, shamu në Amerikë 6 orë është diferenca. Sigurisht, natyrisht pastaj ti që ky që quhet ritmi cirkadian që ne e quajmë, do të thonë ndryshon. Sa ajo është një farë lloj kornizën e trupit në njeriu të cila respektohet. Po kur shkojmë atje, do të kena vështirësi ose e kundërta. Pra mund të merret melatonina për 3-4 ditë, 5 ditë për me rregullu gjumin. Janë pa efekte anësore apo jo? Po, pa efekte anësore, por nuk rekomandohen kohë gjatë. Që ty ndodh gabimi ka njerë. Për shembull, ka njerëz të doktorin e pi melatoninën që 2 vjet. Gabim. Nuk bën. Pra, fillimisht mund të në një konsultim me një farmacist në barnatore me provu, po jo më shumë se 2 javë, 3. Nëse gjanat nuk përmirësohen, atëherë duhet të lajmërohen te mjeku familjar. Mjeku familjar mund të jep diçka të themi të benzodiazepin që ne i quajmë. Edhe ato mund të jepen një periudhë të shkurt kohore. Ajo mund të qenë 4 deri maksimum 6 javë. Nëse nuk stabilizohet gjendja, atëherë duhet më shku te psikiatri me ulëntu se njeriu ndoshta ka problem me depresionin. Atëherë terapia ndryshon. Na japim pastaj kemi terapi janë antidepresant që kanë edhe efekt hipnotik ne e quajmë, ose që kanë efektin e fundjes së pacientit në gjumë. Për shembull, mirtazapina, nëse mos mi lodh dëgjuesit me këtë. Mirë, po ajo duhet patjetër që të lajmërohet psikiatri, i cili pastaj e përcjell gjendjen e tij derisa nuk të i kalohet ky problem. Doktor Jusuf Ulaj, nëse nuk keni asgjë për të shtuar, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Stetoskop dhe ju dëshiroj sukses në punën tuaj. Ju falenderoj shumë. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sotëm. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe me tutje në valët e programit tonë.